Hapi I parë që bëjmë për të përdorur aplikacionin Doktor.al në tablet është ta shkarkojmë nga Play Store. Prandaj mjafton që të shkojmë në Play Store, tek search bar I kërkojmë Doktor.al dhe rezultati I parë që shfaqet, I cilin po e vizojmë me të kuqe, është aplikacioni I Doktor.al. Prandaj mjafton të klikoni tek aplikacioni dhe ta instaloni. Normalisht unë kam të instaluar në këtë tablet, prandaj më del open, por në rastin tuaj do dali install dhe në momentin që instalohet do t'ju hapet faqja e parë e aplikacionit. Shkurtimisht se si funksionon aplikacioni I Doktor.al në tablet. Kjo është faqja e parë që hapet pasi kemi klikuar ikonën e aplikacionit. Kërkon që të logohemi me emailin edhe me passwordin. Kështu që unë po hap një llogaritesë që ne kemi për të loguar. Pasi kam vendosur emailin edhe passwordin, klikoj mbi login dhe këtu më hapet faqja e parë e aplikacionit, kurse mund të shikoni është kalendari I takimeve. Prandaj unë këtu mund të shoh të gjitha takimet që kam në klinik sipas ditës, javës, muajit, apo edhe një liste me takime që unë zgjedh I shfaq sipas datës. Nëse dua të shoh takimet për shembull që kam për çat muajit, mjafton që të klikoj brenda datës, për shembull në datën 26, unë kam këtë takim me pacientin test që është skeduluar në këtë orë. Për të gjitha detajet e ditës dalin këtu poshtë në formë liste për ditën që unë kam zgjedhur takim. Për shembull në datën 13 unë kam pasur 3 takime, këtu poshtë më dalin të 3 takimet që kam pasur në atë ditë. Ju shpjegoj shkurtimisht se si funksionon shtimi një pacienti. Fillimisht duhet që të klikojmë tek ikona që kemi këtu sipër, që kam vizuar me të kuqe. Pasi kam klikuar, hapet e gjithë lista e pacientëve që kam të regjistruar në klinik. Prandaj këtu mund të shoh edhe nëpërmjet searchit mund të hap të gjithë pacientët që kam në klinik. Supozojmë që dua të shtoj një pacient të ri, mjafton që të klikoj tek ikona që do të vizohet me të kuqe, që është kjo këtu poshtë tabletit, në të djathtë. Pasi e kam klikuar, më kërkohet që të vendos emrin e pacientit, unë po vendos një emër të rastësishëm, Klevis, mbiemri, tare. Telefonin është opsional, prandaj nëse doni vendos, nëse do jo, dhe po zgjedh gjinin mashkull. Dhe kam shtuar pacientin. Menjëherë sa po shtoj pacientin, këtu më hapet profili I tij ku mund të shikoj vizitat që ky pacient ka në klinik, takimet që ka në klinik, kartelen e tij, që në këtë rast më del bosh për sa kohë që nuk kemi asnjë shërbim të zgjedhur. Mund të shikoj edhe anamnezën. Nëse shikoni këtu tek anamneza kemi butonin shto anamnezë, që është ky që kam vizuar me të kuqe. Prandaj nëse klikoj, këtu më hapen të gjitha pyetjet standarde që ne kemi konfiguruar, por që këto pastaj normalisht konfigurohen sipas pyetjeve ose anamnezës që ka klinika. Unë po plotësoj shkurtimisht për t'ju treguar se si shfaqet pasi e kemi ruajtur. Pasi e kam plotësuar, ja ruaj anamnezën dhe këtu më shfaqen në formën e një liste anamneza ose historiku për anamnezën që unë kam plotësuar. Nëse keni tabletin e lidhur me printerin, keni edhe butonin këtu printo, që kam vizuar me të kuqe, që mund ta printoni direkt nga tableti. Kthehemi pak tek profili I pacientit. Këtu unë mund të shtoj një vizitë ose një plan trajtimi që pacienti do të bëjë në klinik. Si e bëj këtë? Duke klikuar butonin me plus që kam vizuar me të kuqe. Pasi e kam klikuar, më shfaqet harta dentale ku unë mund të vendos të gjitha shërbimet që pacienti do të kryejë në klinik. Po bën një rast hipotetik, për shembull, po zgjedh në dhëmbët 13, 12 edhe 11 shërbimet për dhëmbët që mund të aplikoj I gjeni këtu, ku kam vizuar me të kuqe. Supozojmë që unë do të shtoj implant për këto 3 dhëmbë, prandaj zgjedh shërbimin këtu, pasi kam klikuar implant, jap shto dhe po të shikoni në hartë më përditësohet edhe figura e dhëmbit duke marrë shërbimin që unë kam selektuar. Shërbimi që unë kam selektuar, siç mund të shikoni edhe këtu poshtë, është, më falni, ndjes, është heqje implanti
në dhëmbët 11, 12 dhe 13. Janë 3 dhëmbë, është 60 euro për njësi dhe totali, si kur se mund të shikoni këtu, është 180 euro. Prandaj është ky shërbimi që unë kam aplikuar për klientin. Supozojmë që klienti do të bëjë edhe heqje, po i heq këto 3 dhëmbët që kam selektuar, duke qenë se tani do selektoj për shembull 31-shin dhe 32-shin, do të klikoj mbi heqje, heqje dhëmbi, shto shërbim dhe po të shikoni këtu tek harta dentale janë pasyruar edhe heqja për dhëmbët 31 edhe 32 që i keni dhe në listën e shërbimeve. 20 euro për njësi, totali 40 euro. Nëse dua, këtu mund të shtoj edhe produkte që unë do të përdor, po themi për këtë trajtim, të cilat janë të konfiguruar, për shembull nëse do bëj heqje dhëmbi, sistemi automatikisht më nxjerr që unë do të përdor këto 4 produkte për të kryer shërbimin tim, kështu që mund ta kem në historikun e kartelës ose planit të trajtimit. Kështu jemi edhe të kujdesshëm se nëse për shembull pacienti na ka thënë që ka alergji nga nga lidokaina, më falni, e kemi parasysh, ndoshta nuk e aplikojmë pacientit në këtë moment. Pasi kam zgjedhur shërbimet për këtë plan trajtimi, ja përruaj kartelen. Dhe si kurse mund të shikoni, kartela u ruajt me sukses. Prandaj çfarë bëj? Kam krijuar këtë plan trajtimi dhe supozojmë që pacienti do të vijë në klinik pas 2 ditësh për të bërë heqjen e dhëmbit. Çfarë bëj? Shkoj tek kalendari i takimeve, të cilin e gjeni këtu sipër në tablet që kam vizuar me të kuqe, klikoni dhe shtoni takimin tek butoni shto takim. Këtu po vendos emrin e pacientit që unë hapa, lëviz tare, po si dentistin Ana Detvukaj, që është një emër po themi i rastësishëm, datën 27, ora 9 dhe mund të vendos një koment për këtë takim dhe jap shto takimin. Tani po të shkoj te kalendari i takimeve, në datën 27 më shfaqet takimi që unë sapo kam skeduluar nga ora 9 me 9:30 me doktoresh Ana Detvukaj për pacientin Klevis Tare. Nëse shkoj tek pacienti, në profilin e pacientit tek takimet, më dalin takimet. Normalisht këtu kam të filtruar datën 25/25, është dita e sotëm, prandaj rezulton që nuk ka takime, por nëse zgjedh datën 27, do të më shfaqet takimi që unë kam lënë për këtë pacient. Supozojmë që pacienti erdhi në datën 27, prandaj unë futem tek plani trajtimi, tek harta dentale dhe merrem me këto 2 dhëmbë që kam për të hequr, me këto heqje dhëmbi. Prandaj çfarë bëj për t'i dhënë një status kësaj pune që unë kam bërë në klinik, pasi pacienti ka ardhur, i ka hequr dhëmbët, klikoj tek ky butoni këtu që kam vizuar me të kuqe. Pasi kam klikuar, më hapet ky pop-up dhe më thot çfarë ka bërë doktoresha Amelia, nëse se ka bërë doktoresha Amelia, sepse ka munguar atë ditë, ndoshta ka bërë një mjek tjetër këtë shërbim, dhëmbët 31 dhe 32 i ka hequr. Prandaj këtu mund vendos një koment për shërbimin dhe këtu vendos statusin përfunduar. Pasi kam dhënë statusin përfunduar, ruaj statusin dhe sikurse mund të shikoni edhe nga shërbimet ekzistuese, këto 2 dhëmbë kanë marrë shërbimin e tyre. Kështu ju mund të shikoni gjatë gjithë kohës të gjitha shërbimet që mund të jenë kryer për një pacient duke kontrolluar pjesën e kartelës. Supozojmë që pacienti do të vi pas 2 ditësh të tjera për të bërë heqjen e implantit, do të veproni në të njëjtën mënyrë, do të hapni një takim pas 2 ditësh dhe pasi pacienti ka ardhur në klinik, duke klikuar këtë butonin këtu, do të bëni përditësimin për heqjen e implantit. Për shembull, ai vjen në klinik, nuk e bën doktoresh Amelia, duke qenë se mungon atë ditë, e bën doktor Fatmiri, bën vetëm dhëmbin 11 përfunduar. Dhe sikurse këtu mund të shikoni, nga kartela tregohet që është për vetëm dhëmbin 11, ndërkohë dhëmbët 12 dhe 13 janë në pritje. Të gjitha këto editime që ne bëjmë për planin e trajtimit shfaqen edhe tek kartela, sikurse mund të shikoni këtu, dhe keni të gjithë informacionin për
pacientin për shërbimet që ka bërë edhe për ato që do të bëj në vijim. Nga këtu mund të shikoni në korale të gjithë pjesën e planit të trajtimit edhe historikut që ka pacienti. Kjo është pak a shumë i gjithë informacioni që mund të merrni për pacientin nëpërmjet aplikacionit. Sigurisht pjesa e versionit të aplikacionit ose më saktë platformës në desktop ka më shumë funksionalitete edhe është më e kollaj për të përdorur, por në rast se aplikacioni do përdoret nga një mjek nëpërmjet tabletit, këto janë opsionet që po themi aplikacioni ofron.